A e di përse nuk ndjen për ulësi kur lexon Kur'an? Rrëfehet se Imam Ahmed ibn Hanbelit, Allahu i mëshiroft, i erdhi një lajm se një prej nxënësve të tij falet tër natën dhe përfundon Kur'anin në tërësi deri në agim, e pastaj e fal namazin e sabahut. Imami shprehu dëshirën t'ia mësoj atij metodën e meditimit dhe përsëritjes së Kur'anit, dhe kur e takoi i tha: "Më erdhi një lajm se ti e vepron një gjë të tillë." "Po," u përgjigj ai. Imami tha: "Shko sot dhe falu natën ashtu si ke vepruar netët e tjera, mirë po këtë herë Kur'anin lexoje në namaz sikurse je duke lexuar para meje, e pastaj më lajmëro." Ditën e nesërme shkoi nxënësi tek imami dhe i tha: "Mbrëm nuk mund t'i lexoj më shumë se 10 pjesë." Imami i thot: "Edhe sonte veproje të njëjtën gjë, mirë po kësaj radhe lexoje Kur'anin në namaz sikurse je duke ja lexuar të dërguarit të Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin për të." Nxënësi shkoi dhe të nesërmën erdhi tek imami dhe i tha: "Mbrëm me shumë vështirësi arrita ta lexoj një pjesë apo gjuz." "Shko edhe sonte dhe falu, mirë po sikurse i ja lexon Kur'anin Allahut," i tha imami. Nxënësi u mahnit nga ky propozim dhe të nesërmën, pasi e kishte kaluar natën në namaz, erdhi tek imami, i përlotur dhe me fytyrë të pikëlluar, dhe i tha: "Imam, pasha Allahun, nuk mund ta përfundoj mbrëma surën Fatiha tër natën." Pra, kur e rikujton se kur lexon Kur'an je duke folur me Allahun, atëherë ndryshon çdo gjë. Kjo është bujari dhe fisnikri shembullore. Udhëheci i muslimanëve Omer ibn Khattab, Allahu qoftë i kënaqur me të, kërkoi nga banorët e humusit që t'ia shënojnë të gjithë emrat e fukarave dhe të mjerëve, dhe t'ua jap pjesën e tyre që u takon nga shtëpia e pasurisë së muslimanëve. Kur i erdhi lista e emrave, u habit se aty e gjeti emrin e përgjegjësit të qytetit, Seid ibn Amirit, Allahu qoftë i kënaqur nga ai, në mesin e fukarave. I pyeti se si është e mundur që emri i përgjegjësit që e ka caktuar vetë ai të jetë në mesin e të varfërve. I thanë se ai rrogën e tij u shpërndan të varfërve dhe të mirëve, dhe thot se çfarë duhet pasuria kur ai do të jap llogari para Allahut për to. Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, i pyeti se a ka ndonjë ankesë prej tij. U përgjigjen: "E qortojmë për 3 gjëra. Ai në mëngjes nuk del herët, por para nesh paraqitet në kohën e paraditës. Natën nuk e shohim asnjëherë dhe një ditë në javë humbet, nuk mund ta gjejmë." Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, kërkoi përgjigje për këto 3 mangësi nga Seidi. Seid ibn Amiri, Allahu qoftë i kënaqur nga ai, u përgjigj: "Nuk dal para tyre përveç se në kohën e paraditës, sepse deri në atë kohë jam në shërbim të familjes dhe nevojave të tyre. Unë nuk kam shërbëtor, kurse gruan e kam të sëmur. Fsheja ime natën nga ta vjen, sepse gjatë ditës jam në shërbim të qytetarëve dhe në kryerjen e nevojave të tyre, kurse nata më mbetet për adhurim. Kurse një ditë në javë zhdukem nga sytë të tyre, sepse e laj petkun tim dhe e pres të thahet. Nuk e kam përveç se këtë petk." Udhëheci i muslimanëve, Omer ibn Khattab, Allahu qoftë i kënaqur me të, qau nga rasti i tij dhe i dha të holla Seidit, mirë po ai përsëri atë pasuri u shpërndau fukarave. Kjo është bujari dhe fisnikëri për shembulltyr.